të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë jemi 111 deputet, andaj mund të vazhdojmë ku kemi mbetur te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11 dhe 13 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AAK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kuorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj AAK-n Nisma të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Lus deputetat që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? E 5 deputet kanë votuar për, 1 ka qenë kundër, abstenime nuk ka, shihemi më 17 në orën 10:30.